drejtësia duhet kishte vepruar dhe shumë shpejt më parë. Se i ka të gjitha faktet. Nuk ka ku të vë më fakt ku kapet një person me armë. Nuk mulohet dielli me shosh, nuk mund të qihesh pas gishtit. Sa do të mundohesh, po jo. Unë shpresoj nga drejtësia dhe pres nga drejtësia. Po nga vetë politikanët, a keni tentuar që takoni ndonjë nga këto politikanët që ndoshta nuk janë në krahun e Fredi Belerit? Nuk ishte unë kam ashtu dhe nuk shpresoj nga politikanët. Nga politika jemi të zhgënjur. Ishim vjetë bëm 31 vjetorin pas një lidhje me fjalë partijake, apo pas një lloj interesi. Pas një lloj interesi me partit, na hoqën simbolet shqiptare, flamujnë. Hoqën fotografinë e komandant Fatmirit dhe të ushtarit Arsen Gjini, që ne vetë si a shumë me fjalë kemi bërë. Na thanë që duhet lejë për këto. Kush e hoqi? E hoqi shteti shqiptar. Po shteti shqiptar? Shteti shqiptar na kërcënoi sërish, tha, doni leje, nuk e se kuptoj që të vesh të vësh një tuf lule, ta rikujtosh atë çështje, nuk e di çfarë leje duhet. Nuk e di çfarë leje duhet. Në Shqipëri duhet leje të veshësh flamurin shqiptar, domun. Po, na e hoqën. Simbolet e Ne na e hoqën simbolet, i vum ne. Në Shqipëri. Në Shqipëri. Ja, këtu është shteti shqiptar, kjo është politika e jonë. Që të heqësh fotografi dhe një dëshmori që ka rënë krye të dyrës dhe nuk është zgjidhur. Dhe po ta shikosh ku është sot, është turpi më i madh për politikën shqiptare me fjalë. Ku ndodhet ajo fotografi? Është turpi më i madh. Fotografia e komandantit dhe Arsenit ndodhet në banjot e Peshkëpis sot. Ndodhet në banjot e Peshkëpis? Po, në banjot dhe të kthyer sprapthi. Është e vërtet kjo? E kam edhe me video. E faktoj edhe me fakte. Isha para sa ditësh. Ishte turpi më i madh. Këtu ka qenë banjot e repartit Peshkëpis dikur, kur unë kam qenë ushtar, dhe shoh që portretin e komandant Fatmirit dhe të ushtarit dëshmorëve, të dy dëshmorëve, i ka vënë në banjo. Një ulje madhe për shtetin shqiptar, turpi më i madh që ekziston. Kjo video është drejt për drejt. Turpi më i madh për shtetin shqiptar, një turp më i madh, nuk ka se s'ka ku të vej më, si nuk paskin pak cip, pak moral. Për këta dy dëshmorë, që në vend që sot nderohen sot, këta dëshmorë vjen në banjo. Turpi më i madh. Ja, këto në banjot e dikushme. Me fjalë, edhe nëse në kryet e detyrës, këta kanë përfunduar, kjo plakat ka përfunduar në banjot. Këte na hoqin me urdhër të Taulant Ballës. Kjo shequr nga policia shtetit dikur vjet, në 2024, kur ne erdhëm për vjetorin e masakrës, ku na hoqën këtë plakat, na hoqën flamujt. Tu është reparti cilët ne kemi dhënë. Kjo është fjetina ku unë e kam pasur armën në park. Kjo ka qenë
Këtu është vrarë ushtari Arsen Gjini nga banda greke. Turpi më i madh që ekziston për shtetin shqiptar. Për drejtësinë shqiptare të gjithë janë të dështuar. Janë gjunjëzuar para bandës greke. Këtu është vendi ku është vrarë komandant Fatmiri. Dhe drejtësia akoma heshtë. Edhe ne që flasim sot marrim kërcënime nga familjet na kërcënojnë. Edhe sa duhet vazhdojmë. Këtu është dhoma e oficerit, komandantit. Shiko si është ka të ndisur kryeparti. Këtu mahet bakti, këtu ka dhënë jetë dëshmorët e kombit. Këtu shkruhet dhe greqisht. Edhe pse se kuptoj se çfarë thuhet, po. Nesërisht, si shka ta ndisë kryeparti, si është për faqe të zezë. Pra ju ishit në postën e përshpis aty ku ka ndodhur ngjarja dhe keni parë foton e komandant Arsen Gjinit të kthyer përmbys në banjo. Po, kur vajta para ca ditësh, se vete shpesh me fjalë na ajo që më ka ngel edhe në mendje me fjalë, se në vend Arsenit mund të isha edhe unë. Mund të kisha dhënë jetën edhe unë, edhe shumë shokët e mi me fjalë që ishin natë. Kur vajta që pash qatë shikoje foton e komandant Fatmiri dhe ushtarit Arsen Gjini, këtyre dy dëshmorëve, ishin në vend tek banjot e peshkëpis, do të thot me fjalë që shosa poshtë ka rënë, që në vend që këta dëshmorë, që ka rënë krye detyrës, të nderoheshin. Këta na hoqën atë plakat që ne e bëm ne vetë. Edhe na çunë të këbanjot, nuk e di se kush. Dhe ky është një ulje madhe, me fjalë, që dëshmorët përfundojnë në banjot. Se kuptoj me fjalë, për mua është shumë e rëndë, jo me fjalë, ka një ulje të madhe me fjalë që të përfundosh në banjot. Imagjino, ju heqin simbolet e shtetit shqiptar kur shkoni për të përkujtuar këtë ngjarje. Dhe jo vetëm me kaq që ato nuk mjaftohen vetëm me këtë, por shkojnë edhe I heqin. Foton e kanë hequr. Dëshmorit e vendosin banjo dhe të kthyer përmbys. Të kthyer që mos të ekzistojë as një gjë me fjalë nga ajo. Shiko sa poshtë ka rënë çdo gjë. Sa rregulla janë thyer edhe natë nga vetë shteti? Të gjitha rregullat. Të gjitha rregullat. Nga rregulli më i parë deri tek i fundit, si. Kur ne s'kishim një radio, ne s'kishim armë, kur ne s'kishim asgjë, si. Në një majtë malit, si mund të rri ushtari pa armë, si mund të rri ushtari pa fishek, si mund të rri pa një radio, ku aty ekziston dhe garantinë, nëse do, mirë kjo që ndodhë, po nëse do smuresh një ushtar, nëse do lajmërosh, nëse do vende poshtë. Ky është e shteti shqiptar.
Çfarë pret me fjalë? Kur çdo gjë është e kapur, çdo gjë është e filmuar, çdo gjë është çfarë pret sot edhe shteti? Kush janë këta persona që këta duan të prishin edhe marrëdhëniet midis dy shteteve, ku ne midis dy shteteve kemi marrëdhënie shumë mira. Kemi miqësi, kemi çdo gjë me fjalë mes dy popujve. Këta krijojnë na përçajnë edhe si popull ne. Ku ne kemi marrëdhënie shumë mirë, kemi miqësi.